Nesër do të mbahet seanca e 8 me radhë për konstituimin e kuvendit. Albulin Axhiu, emër ky i propozuar nga lëvizja vetëvendosje për krye parlamentare, nuk ishte arritur të siguroj votat e mjaftueshme as në seancën e 7, e cila ishte mbajtur të martën. Kandidati Albulin Axhiu, e pyetur pse nuk të rishet që t'i lëshoj rrugë ndonjë emër tjetër, ka thënë se veprimet e tyre janë në përputhje me Kushtetutën. Sipas saj, ajo nuk është vetë propozuar dhe ky është qëndrimi i subjektit. Së pari, në veprimet tona, i kemi ndërmarrë në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Abgjykimi i vitit 2014 i jep të drejtë vetëm subjektit që ka fituar më së shumti mandate që të bëjë propozimin për kryetar kuvendi. Në këtë rast, askush tjetër s'ka të drejtë të përcaktojë emrat. Unë jam vetë propozuar dhe ky është qëndrimi i subjektit politik. Lëvizja vetëvendosje e ka vendosur këtë dhe vetëm vetëvendosja e ka të drejtën të ndryshojë dhe të thotë një emër tjetër. Nuk ka të bëjë kjo me emra të përveçëm. Unë jam e bindur që kjo po bëhet vetëm për inate politike sepse këdo tjetër që ne do të vendosnim si emër më herët, unë jam e bindur që do të gjeni ndonjë arsye opozita për të mos e votuar. Kjo është e qartë. Është luftë speciale kundër lëvizjes vetëvendosje. Ka një mungesë të hapur të vullnetit për të konstituuar kuvendin e Republikës së Kosovës. Ndoshta kjo është më e lehtë prej situatave që kemi kaluar gjatë kësaj kohe, ka thënë Axhiu në një intervistë për median e Shqipërisë. Në anën tjetër, partitë opozitare vazhdojnë të mos e pranojnë votimin. Partia Demokratike e Kosovës, partia e dytë në zgjedhjet e nënshkurtit, thotë se qëndrimi i saj nuk ka ndryshuar. Nait Hasani, deputeti i PDK-s, ka folur për bota sot, duke treguar se pse ata nuk e votojnë Albulin Axhiun. Sipas tij, Axhiu nuk ka pasur qasjen e duhur rreth atyre që gjenden në Hag. Nuk presim asgjë nga seanca e nesërme. Qëndrimi jon nuk ka ndryshuar rreth emrit të lëvizjes vetëvendosje. Albulin Axhiu, sa ka qenë ministre e drejtësisë, nuk ka pasur qasjen e duhur rreth atyre që sollën lirinë dhe gjenden në Hag. Ministria nuk ka shkuar në vizitë, nuk i ka shkruar ndonjë letër PS, ministrave të drejtësisë atje, po bën shkelje të drejtave të njerëzit, atje nuk po gjykohet Hashimi, po gjykohet presidenti i vendit. Gjykimi i tij është gjykimi i luftës, duke mbrojtur atë, po mbrojt lufta dhe këtë Axhiu nuk i ka bërë, deklaroi Hasani. Kujtojmë se kundër kandidates së lëvizjes vetëvendosje janë shprehur edhe partitë të tjera opozitare, të cilat i quajnë Axhiun përçarëse.